Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Sonte kemi një mysafire e cila është pediatre, nefrologe, një fushë që kërkon jo vetëm dije dhe teknik, por edhe mirësjellje e cila për mysafiren tonë nuk është vetëm sjellje, por është një mënyrë jetese dhe mbi të gjitha është normë. Në një kohë kur shpesh dëgjojmë për teknologji, protokolla, diagnoza, ne duhet kujtojmë se mjekësia duhet fillojë dhe të mbarojë me mirësjellje, ashtu edhe si praktikon mysafira jonë. Kjo pra është arsyeja pse sonte në emisionin tonë nuk do të flasim vetëm për pediatrinë nefrologjike, por edhe për disa raporte njerëzore, sidomos ato mes mjekëve, pacientëve dhe mjekëve familjarëve. Sonte pra kemi kënaqësinë veçantë të kemi në emision doktoreshën Valbona Stavileci Nushi, pediatër nefrologe. Mirëmbrëma doktoresh dhe faleminderit që jeni sonte me ne. Hektor, shumë faleminderit edhe për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam këtu edhe më e lumtur në Gjakov se është vendi që ta ngroh shpirtin. Për kaq jemi. Patjetër doktoresh, po të dëshirë me qenë se ju e përmendet vetë që jeni nga Gjakova, jetoni në Prishtinë, kam dëshirë me thonë përkohësisht. Edhe ne po jeni shumë prezente në Gjakov, na prezentoj pak më shumë për fillim. Unë kam fillu hapat e parë në Gjakov, mentorët e parë të parë të pediatrisë i kom pasë në Gjakov, në spitalin e Gjakovës, dhe mandene në specializimin në Prishtinë, kam fillu me punu në klinikën e pediatrisë, në repartin e nefrologjisë, në qatë klinikë universitare të Prishtinës, dhe aty kam punu deri para 4 viteve. Tash 4 vitet e fundit nuk jam në klinikë në QKK, tash jam vetëm në praksën private. Punoj në Elita Plus, në Dardani, edhe në Prishtinë, dhe në Gjakov punoj në European Clinic, spitali ginekologjik obstetrik që është në Gjakov. Gjatë qëndrimit në klinikën universitare është puna nefrologjike, puna subspecialistike, të themi, që quhet, domethënë, ma profilizuar, ka qenë edhe domethënë ajo përvoja ime e parë edhe për krijimi i profesionit, themi, ekspertizës time në nefrologji pediatrike. Dhe gjatë qëndrimit aty, gjithashtu kam pas rastin edhe me u trajnu në sferat edhe më të specifikuara të nefrologjisë, edhe nefrologjia është një fushë shumë e gjatë, edhe jam profilizu pak më shumë në nefrourologji pediatrike. Do të thotë është ku problematika e veshkave, jo vetëm në funksion të glomeruleve, nefroneve, të ndërtimit të veshkës, por edhe në atë anomali strukturale të cilat i gjejmë shumë shpesh edhe të struktura e veshkave. Trajnimet i kom bën në Londër, në spitalin Great Ormond Street Hospital atje, ku kom marrë përvojën time të parë nefrologjike, të themi më të specializuar për këtë profesion. Pastaj kom vazhdu edhe me trajnimet e tjera në nefrourologji dhe në urodinamik, me disa trajnime, si të themi, ku kanë ardhur ekspertat në Kosovë dhe ne kemi shkuar në Suedi për disa vite me radhë, mëse 11 vjet kemi pas shkëmbim njëonive ditërish me ekspertet prej Linköping të Suedis. Si dhe në Utrecht, në Holland, edhe aty një ekspertiz tjetër në profilizim në atë urodinamikën pediatrike gjithashtu. Do thotë është një kohë gotë në nefrologji pediatrike, po tash, si të themi, mundohem me qatë punën që kemi përvetësu ta paraqesim me fëmijët, si në rastin këtu edhe në misionin tuaj. Doktoresh, ju keni edhe një
podcast të cilin në të cilin trajtoni në mënyrë vullnetare dhe ju problemet të ndryshme të cilit takojnë profesionit juaj, domethënë specializimit juaj, dhe unë ju uroj për motivimin dhe angazhimin e juaj, se nuk është lehtë me të qenë bashorte, nën profesioniste dhe me më rrinë në mënyrë vullnetare ta shpërndani dijen dhe edukimin shëndetësor për pacient dhe informatat më të reja që i jepni edhe për ne si mjek. Ju falenderoj edhe në emrin timin personal. Doktoresh, i përmendet kvalifikimet e juaja dhe unë pata dëshirë të kthehem te një pyetje e cila nuk është profesionale, po është shumë e rëndësishme. Ju keni si të natyrshme mirësjelljen edhe keni si të natyrshme raportin e mirë me njerëz kudo, prej informatave që i kam. Edhe kujtoj që është shumë e rëndësishme, sidomos për probleme shëndetësore, siç janë problemet nefrotike të fëmijët, të cilat nganjëherë dinë me qenë mjaft të komplikuara dhe të rënda, jo vetëm për fëmijën, po edhe për familjen. Ma tregoni që si arrini ju që të keni një raport kaq të mirë me fëmijët në rrotpor, po dhe me familjarët, dhe a vlerësoni si po ashtu të rëndësishme sa ekspertizën profesionale? Me punu me fëmijë, njëherë gjithëri. Është një sen që e marrë si pozitive. Mundona me rajë nivelin e tëne shumë shpesh, në mënyrë që me mujtë mi majtë vetën të rejtë. Për ndryshe, me fëmijët ma të vegjël, pak është ma problem, se nuk mujnë me t'i shprej të gjitha ankesat e tëne, edhe dush mi marrë prej prindit informate. Nëse është pak një fëmijë që mundet me komuniku edhe me shprej ato ankesat e veta, shumë shpesh edhe veç me fëmijën foli. Ti me nana lem, ti që këm të regojnë krejt që ka probleme. Edhe në qëtë mënyrë, mandene shumë shpesh i zgjidhim sakt edhe drejt problematiken, edhe fitojnë besimin edhe të fëmijës, se është e kotë në qoftë se për herë të parë e sheh një fëmijë, nërsa nuk e ki pa kur, edhe nërsa se sheh mo asnjëherë, edhe ti i jep terapi, ja jep këshillat, edhe ai shkojnë edhe vjen, edhe ato këshilla i merrera asimanen manë, se ki krijuat raportin e besimit. Momentin që fitojnë qatë besimin të fëmijët, shumë shpesh vinë prindërit radhën tjetër, thojnë krejt çka i thonë ka bo, se vetë e ka mësu që ato, e ka kuptu fëmija vetë rëndësinë pikërisht me anë të bashkëbisedimit që kemi bo. Të smundjet të cilat janë që zgjidhen, jam shumë e lumtur kur i kam ato raste, se një infekcion, një diçka thjesht që mundet mu trajtu, e jep barin, shërën, shkon në shtëpi, bëhesh mirë, e din që ka me përfundu, ka prognozën e mirë, është shumë e mirë me çato diagnoza. Rastet e rona vërtet ka njëherë është vështirë edhe mi fsheti vetë ndenjen tonë, edhe e jep shpresën, se s'mundesh një fëmijë mi thonë, që një prindit mi thonë që jo, nuk ka me pas shërëm kurrë, se po prapë se prapë, s'mundesh edhe mi ftyrën tonë mi rraj që jo, ka më bo mirë nesër. Kështu që vërtet duhet mi majtë atë balancin, me dhonë shpresë, me po nënën tjetër edhe mi tregu rrezikun në mënyrë që mu kujdes. Se edhe nëse nuk i tregon rrezikun, prindi edhe nuk kujdeset. Një farë mënyrë mundona mi majtë këtë balancë, sa ja arri, nuk e di, po mundona mi majtë këtë balancë. Për ndryshe, shumë në atë qenjen teme mundona mi respektu prindin maksimalisht, mi kuptu maksimalisht dhimbtën që kanë, se është t'jesh vetë smut, është dhimbt vërtet e përjeton, po kur e ki fëmin smut, edhe kërkon ndihmë pi dikujt tjetër, se vetë ndjesh i paaft minimu, është një dhimbt hala më e madhe. I kuptoj, mundona mi u shpjegu, mi u tregu për prognozën, kur njëherë nuk ka smundje, dim vetë doktor se kur njëherë nuk kemi me të vërtet smundja qështu ka me shku. Kemi fëmijë smut me këtë smuje, edhe nuk e dim që ka me shku të secili. Po, atë ma aqë sa mujmi jo jap informata, ma shumë shpresë se sa që jo që ka me shku jo mirë,
mundohemi pak prindërve mi majt atë një mënyrë energjinë e tyre të mirë në vetvete. Me të vërtetë vlerësohet për tjerëve. Doktoresh, përkalojmë tash te pjesa ta quajmë mjekësore. Po. Sipas mendimit juaj, edhe përvojave të juaja, pse është mirë të flasim për shëndetin e veshkave të fëmijët? Përveç kësaj, kisha pas dëshirë të bisedojmë për shenjat e para të nganjëherë të padukshme ose të cilat injorohen prej prindërve, dhe cilat janë pra ato më të shpeshtat, bazuar në praktikën e juaj. Kërkoj nga regjia videon numër 1, e cila na tregon edhe si funksionon normalisht sistemi i trodhtit urinor. Po. Doktoresh. Me fol për veshkat, është e rëndësishme, për fati kemi dy, janë dy veshka dhe ato të dyjat kanë nga 1 milion qeliza. Edhe janë qatë që të përkryjnë punën e vetë, sa që majnë ekuilibrin e organizmit, të elektrolitëve, të materieve ushqyse, ekuilibrin, pastaj shtypjes së gjakut dhe oksigjenimit, të shumë sene të cilat janë të rëndësi aciditetit të organizmit, edhe prodhojnë vitaminën D, pastaj prodhojnë edhe eritropoetinën, që është shumë e rëndësishme për mi majtë hemoglobinën e vlerat të mira, mesmeron në anemi. Dhe të gjitha këto i bojnë qëto dy veshkat e mrekullueshme. Duhet mirujt, me qenë se këto qaq janë të fshehta në smundjet e tyne, sidomos në smundjet kronike ose smundjet të cilat e humbin funksionin e tyne, sa që nga njëherë ma shumë të triturit themi, se sa të smit, po edhe të smit, duhet me ra funksionin e 50% në mënyrë që të njami po që kreatinina, për shembull, është e vlerat të larta. Do më thënë se masi kemi dy, kompenzojnë njëna tjetrën funksionin, ato domet vogla të cilat janë bo kompenzohen, punojnë me kapacitet, pak ma shumë ato pjesë të mbetura, dhe në kur bje funksionin e 50%, atërë shumë se ko ka dëmtu veshka. Edhe mandej progresi mo nuk nalet, se kur fillon, ai progresi mo nuk nalet i smundjes. Është e fshet se për shembull, me thonë një fëmijë laget. Një fëmijë laget, po hajtë, se laget dhe në 8 vjeç, ju ka lag baba, ju ka lag gjyshi, hajtë, se kur gjo nuk është. Gjendën arsyetimet. Edhe në qëtë mënyrë arsyetojnë edhe shtyjin problemin. Edhe botë fëmija 8-9 vjeç, vjen, edhe kur e shë, ka një anomali të lindur, për shembull të kurrizit, që nështë atje se ki po jashtë, se ka mundësi që është për shembull një spina bifida mbrëmshme. Edhe funksioni plotësisht i veshkës vjen këdush nështë mi shti edhe në dializë, se ka në pshikza neurogjenje, ka dëmtu veshkat plotësisht edhe mo nuk ka funksion. Në më thonë, ka gjona të cilat janë par, dhe më thonë, simptome jo të rëndësishme që ti i bën asgjë. Për shembull, këto që e përmenda të lagurit është një problem që duhet mu menaxhu, duhet mu lajmëruar. Në momentin kur fëmia arrin ta kontrollojë urinimin, të vazhdon të lagët, duhet ta merrni një mendim. Edhe nëse të thotë është gjithçka mirë, ta merrni, që nuk është gjithçka mirë. Nëse për shembull nuk urinon fëmia një kohë të gatë, nuk shkon me urinu 8 orë, 9 orë, edhe gjithçka i duket normale. Ose për shembull nëse vazhdimisht ka urgjencë për me urinu, do të thotë duhet tualetit me mri me shumë urgjencë, edhe atëherë duhet ta kemi parasysh se është një simptom që duhet jep sinjal për diçka. Trupi jonë është ashtu të ndërtuar, që nëse diçka është normale, është sinjal. Dhe duhet ta respektojmë që ato dhe ta kërkojmë përgjigjen pse po ndodh çajo. Ose për shembull shtypja lartë e gjakut, që të fëmijët nuk e neglizhojnë kanjëherë, po edhe ajo është sinjal se smundja veshkave mund të jetë e pranishme. Pastaj shkuma, urinimi me shkumë, edhe duhet mi pas parasysh se ndodh kanjëherë të jetë jo normale. Do të jenë këto disa prej simptomeve të padukshme të themi, që ndoshta duhet mi pas parasysh të smundjet e veshkave. Doktoresh, e përmendet në fillim të emisionit disa prej smundjeve prej atletave deri më ato që janë pak më të komplikuara, ne do të fillojmë prej atletave, të diskutojmë disa që janë pak më edhe më të shpeshta. Janë atleta, shqyqër. Po. Po flasim për infeksionet urinore tek fëmijët. Kur duhet shqetësohemi për këto infeksione? Kur me boti me të ardhë prindit e zyra, thotë, mi ka dole shërja koli, ku nuk shnoshet.
Unë tash për jap një mesazh prindve, kur del Escherichia coli, më stuti. Escherichia coli është në 95% të fëmijëve, të rriturve. Do infeksioni më i shpeshti, Escherichia coli, më stuti. Është infekcion që shërohet, veç duhet mi ditë pse po ndodh. Duhet mi gjetë shkakun, që tash me atutje do ta sqaroj. Mirë po, nëse del në tjetër mikrob. Për shembull, del infekcione dalin me Klebsiella, me Proteus, Enterobacter, pastaj dalin këto Pseudomonas, atëherë është shqetësuese. Në ato raste duhet të mendojmë se po kemi të bëjmë me një infekcion urinar që është jo tipik. Gjithmonë infekcionet urinare që janë jo tipike, ato duhen të trajtohen në mënyrë me ekzaminime më të thella, në mënyrë që të zbulohet se duhet të jetë një anomali aty të trakti urinar që po na bën infekcionet jo tipike. Te infekcionet tipike është gjithçka në rregull. Nëse një Escherichia coli nuk shërohet për 48 orë, do të thotë simptomatologjia, që mundet me qenë urinimi shpesht, mundet me qenë djegje të urinu, mundet mu lak me smimajt urinën, mundet me pas dhimbje gjatë urinimit, dhimbje të shpinës, të barkut, të fundit barkut, urinimi tërbëll, urinimi me erë, do më thonë temperatura lartë, edhe në qoftë se çdo simptome që i përmendëm, me fillim të antibiotikot, për 48 orë nuk shërohen, atëherë shqetësuese është. Atëherë po që duhet më hulumtu për shka ka ndodhur, dhe pse nuk u shëru. O të zbulohet në anomali që ndoshta fshehet edhe me Escherichia coli, patjetër që ka dhe asnjë raste, po o të zbulohet arsyeja tjetër që mund të kenë shpërhit e këqija, ndoshta që nuk përmirësohet situata, ose disfunksioni pshikës urinare, ose problematika të cilat mund të jenë të paraqitshme të infekcionet urinare, sidomos nëse kemi infekcione urinare të paraqitshme. Ndërsa një infekcion urinar në vjet mundet mi ndodhë fëmijës pas një rrezik, do të thonë është diçka që mundet mi ndodhë një fëmijës pa ndonjë anomali, pa ndonjë problematik, të themi një për infekcioneve që është edhe më të shpeshta të themi, edhe te mosha feminore. Infekcionet e urinës, është avishë pak si ma karakteristike t'i përmendi, te moshat për shembull te bebet e vogla si të lindin, te djemt i kemi igim ma shpesh, për shkak të asaj fimozës fiziologjike që kanë. Te vajzat tek mas fillimi, do më mas që 6-7 muaj fillojnë e bëhen ma të shpeshta. Mandej, përsëri edhe te djemt fillojnë bëhen përmirësohen, do të thonë qetësohen pak, infekcionet nuk janë të shpeshta, po te mosha shkollore fillojnë te djemt rrit, ndoshta deri në 5%, te vajzat deri në 7%. Do të thotë, nuk është një infekcion shpeshti shumë e madhe, por sigurisht që rritet, incidenca aty në gjetjet rriten më shumë te këto mosha. Te vajzat janë pak më të shpeshta, tu pas parasysh se kemi atë vulven edhe kanali urinës me kanalin e nevojës madhe në qaq afër njëri tjetrit. Që është anatomike. Është anatomike, është normale, edhe për qatë arsye dhe në pak ma shpesh i presim infekcionet të këto moshat e vajzat. Doktoresh, të flasim pak për teste, analiza, hulumtime, prej atyre më të thjeshtave deri te ato tjera të cilat kërkojnë është më shumë angazhim dhe më shumë ekspertizë. Do ta diskutoj një praktik me ju, doktor rektor. Isha në kongres, edhe në kongres e hapen publikimin që ka më konë mbar evropian. Ish publikim shumë i madh për infekcionet e urinës. Edhe dojshin që këtë për shkak që me të bok protokollet të reja që më konë gjithë përfshirëse, edhe protokollet kanë më bo për krejt Evropën, kanë më marrë hulumtimet edhe na të gjithë kena me që kërkun për këtë shteteve me që informatat për infekcionet urinare, çfarë mikrobe kemi, çfarë rezistence, çfarë mosha për përfshihen, anomalia për ka ajo. Edhe unë po thash për du me marrë pjesë, edhe kur ai udhëheci i projektit thot japën vjekeq Kosova nuk bën. Për çfarë arsye nuk ju besojmë laboratorëve të Kosovës. Tashti unë hina edhe kom bisedu dhe me profesor Lulrakën për këtë punë, sa e ka bërë rezistencën bakteriale, pikërisht e ka bërë të infekcionet urinare. Edhe e diskutova me ato për këtë punë, edhe nuk ish puna që laboratorët nuk janë besueshme, laboratorët e bëjnë mirë punën e tyre. Marrja mostrës nuk është mirë. Do të thotë, unë kam një mesazh shumë të rëndësishëm edhe për mjekët kolegët, po edhe për prindërit. Mostra urinës, kur të merret, gjithmonë duhet të merret. Te fëmijët e vegjël është vështirë, unë e kuptoj që është vështirë.
edhe duhet të merret me gotë, jo me qesk. Qesja urinare e ka kontaminimin më shumë se 60%, deri 75%, se lëkura për rreth e kontaminojnë, edhe na dalin mikrobet pa qenë aty fare. Shumë shpesh e gjejnë pseudomonas. Pseudomonas gjendet për arsye se aty lëkura lyhet me yndyrë me krem, edhe ngjyros, kremi ka ngjyrosat tretësirën që e bën kulturën doktoresha në mikrobiologji aty, që është shumë e natyrshme dhe ajo i del pseudomonas pa qenë fare i del. Në anën tjetër, urina edhe në botë, urina me kulturë prej qesës nuk konsiderohet rezultat pozitiv nëse ka mikrobe të pranishme. Konsiderohet vetëm në qoftë se del negative. Në qoftë se unë e marr mostrën me urinë me kulturë, me qese, urina thjesht më del mirë. Urina kultura më del mirë, po mirë është, në rregull jemi. Momentin që na del urinokultura me mikrobe, atëherë atë urinokulturë nuk duhet mi pranu. Edhe laboratori duhet mi abu me dije, e ki marr mostrën e urinës, laborator, e pranon, qysh e ki marr me qese, për mbje keq. Unë e ta bëj, po dyte nuk ta pranoj me qese. Nëse del mirë, jenë rregull, shkoqoja doktorit. Nëse nuk del keq, nuk dush mi pranu atë rezultat. Do të duhet mi usqaru prindërve, po nuk e bujnë laboratorët këto. Pikërisht që kjo është ajo që edhe Evropa aty nuk ta pranon rezultatin për shkak se ti nuk e ki laboratorin që ja shpjegon prindit që nuk bën mostra dytë më me qese me shku. Si mos sjell ne atëherë doktoresh nëse patjetër duhet mi kërku me gotë. Mostrën e parë ki mirë, mostrën e dytë dush jenë rregull, nëse se ki mirë mostrën e parë dush mi kërku me qese, me gotë me ta bu. Ka mundësi mu marr. Janë disa metoda që janë stimulimit. I jep fëmis me pi, me njëherë masi ti jep fëmis me pi, e desh me një dhomë të nxehtë, njëri prind e marr gotën, tjetri prind mundet pak mi lëmu shpinën, një goditje këtu në regionin pak përmbi të fshikza urinare suprapubik, edhe fëmia shumë shpejt ka me urinu, ose ja lag pak komt. Një gjë për këto, vetëm do të thotë e kemi shumë të rëndësishme në kuptimin mi marr mostrën, në qoftë se për shembull kemi dyshime, edhe nuk kemi mundësi mi marr me kateter, se për më marr mostra e sigurt është e dobishme më marr me kateterizim. Vendos katetrin urinare dhe nxjerr për një herë që aty mostra direkt edhe është shumë e sigurt, edhe është sakt, nuk ka, aty nuk kemi mo dilema që nëse është i pranishëm infekcioni ose jo. Edhe këto e flas sidomos në qoftë se për shembull, është një fëmijë që nuk ka simptomatologji. Nëse vetë skuqet, duhet me kërkuar edhe arsye tjera pse po skuqet fëmia. Nëse për shembull vetëm e ki gjetë hajt rutinore ja ki bërë urinën, se duhet bëhet një urinë rutinore, edhe e ki gjetë infekcionin. Atëherë nuk ki simptome klinike. Nuk pret të Escherichia coli që 3-4 ditë për më bë temperatura ose për më zhvillu simptomet, kanë më lajmëruar simptomet fëmis. Kështu që për çat arsye duhet me pas kujdes. Mungesë simptomatologjisë sidomos nuk duhet me dhënë antibiotik pa arsye. Aty deshta të pyes si duket ne vrapojmë edhe mjekt, po edhe ndikimin prindve, po dyshim është që çdo ndryshim i ngjajshëm trajtohet me antibiotik. Po, edhe për zhvillon rezistencë. E këto shumë keq deri të vonë rezistenca do me thënë mas shumë të themi që ju përmenda 90% nuk është Escherichia coli. Vitin e kaluar u dalin publikim, nuk u konë mostër shumë e madhe e njerëzve, për çato dhe më tonë halas shumë e besueshme s'është, mirë po, është orientues edhe është një kërcënim, një thirrje të themi, që mes me përdor antibiotik pa arsye, sidomos nuk kërcënimi i sigurt se është infekcion i pranishëm. Se tash në çet ulëmtim, domethënë është vetëm një të themi, po pavarësisht ka dalë që 50% janë infekcione të tjera jo tipike, 50% Escherichia coli, që me kjo nuk na bën të lumtur hiç. Se këto të tjera zhvillojnë shumë rezistencë të madhe. Edhe atëherë rezistenca të këto nuk është orale, me terapi orale, po është rezistencë me terapi parenterale. Edhe atëherë imagjino një fëmijë shumë i vogël, veç për shkak që ka përdorur antibiotik 1 herë, 2 herë, 3 herë, të vjen edhe ti thosh jo dush me marr gjilpona tash ti se nuk kam çka të bëj tjetër. E gjilpona jonë është apo infuzione, se shumica prej tyre janë edhe që jepen biç parenteral me IV venoze, domethënë jo më muskulare. Kështu që shumë është një problem i madh, edhe është thirrje, si themi evropiane, që me pas kujdes në mos me dhënë antibiotik
sidomos me shku me rangjet matronat antibiotikëve, po me përdor antibiotik të rendit parë, jo me shku me njerë me antibiotik të rendit 2 të 3 të infekcionit të zakonshme, se të nismi shumë i vogël që nështë nuk ka nevojë, s'ka rrezik ai me pas asnjë infekcioni me rezistencë të madhe. Po me hulumtu, u marr mostra gabim nështë, pak me ma shumë sikur me të themi me hulumtu në qatë drejtim. E qartë. Po vazhdoj me një temë tjetër e cila shpesh i frikson prindet e bëhet fjalë për refluksin vezikor retral. Ju keni sjellë edhe disa foto dhe video njerë, fotot e serisë 4 regjin. Këto janë anomalit të cilat janë të mundshme të gjejmë të fëmijët. Kemi anomalit lloj-llojshme, anomalit të cilat mundin me qenë të rrezikshme, po edhe jo të rrezikshme. Për shembull, nëse i kemi 2 veshka, nëse janë gjithçka mirë, janë mirë, leq aty me si ngucë janë mirë, si prekim fare. Po nëse kemi anomali të cilat për shembull shkaktojnë ngushtim të rrugëve urinare, shkaktojnë hidronefrozë, gjënime të shkallëve të ndryshme, apo kemi anomali të cilat e kthejnë urinën, sikur që është rasti te refluksi vezikor retral, kur prej fshikëzës urinare, që është në videon, në foton tjetër më duket, kthimi i urinës, domethënë prej qesës urinare në kanalin e urinës deri tek veshka, në brendit të veshkës në pjelon, domethënë tek ajo ena që është brenda veshkës. Kemi shkallë të ndryshme të refluksit, prej shkallës parë deri te shkalla 5, të cilat shpesh herë, edhe nëse e gjejmë për shembull shkallën e parë, ka njëherë shumë i rëndësishëm, po nga njerë shkolla parë mund t'jetë e pranishme, por veç me një regjim të mirë mund gjithçka të përmirësohet. Pse po ndodh refluksi? Lidhja e kanalit urinës me qesën e urinës bëhet me një farë lidhje me një futje në muskull, rreth 2 cm, në muskull të fshikëzës urinare, edhe që kjo lidhje, nëse nuk është e mirë, ndodh që të na kthen urinën pas. Lidhja mundet me qenë jo e mirë, ose të themi nashta pa pjekuri deri në moshën 1 vjeçare. Edhe në ato raste na nuk bëjmë asnjë gjë, veç e përcjellim fëmin, nëse kemi shkallë të vogla dhe nëse nuk ka zhvilluar asnjëherë infekcion urinar. Se rreziku të refluksi është që prej qesës urinës mikrobet lirisht kalojnë deri tek veshka edhe na zhvillojnë infekcion që të refluksi është shumicën e kohës me temperaturë të lartë. Dhe në moshën 1 vjeçare pritet që qesja urinare me muskujt e vet, edhe lidhja kanalit të maturohet, të pjeket, edhe mos kemi kthim të urinës fare. Te shkalla parë, 2 e 3 kemi pas rast edhe kom pas rast domethënë një përvojë që ka mujt mu përmirësu edhe spontanisht. Domethënë s'kem pas nevojë as ndërhyrje kirurgjike, vetëm me kujdes, me shprehje të mira, ndoshta me një profilaks antibiotike nëse na ka zhvilluar infekcion, do thotë jepet shërohet infekcioni dhe jepet antibiotiku në darkë, në mënyrë që mos me zhvillu infekcion më të shpesht, themi, me zvoglu mundësinë me në zhvillu infekcionet. Ndërsa shkolla 4 edhe 5, te këtu është ajo më pak e mundshme të themi që të arrihet spontanisht përmirësimi, edhe në ato raste kemi shumë shpesh nevojshme ndërhyrjen kirurgjike. Fatmirësisht ndërhyrja kirurgjike bëhet me një farë silikoni, është deflux quhet, është një mbyllët kthimi i urinës dhe lejohet veç kalimi i urinës prej veshkës deri në qesë urinare. Edhe bëhet me sukses, bëhet në Kosovë, kirurgët tanë janë shumë zot kirurg pediatrik për me bo këtë procedurë dhe gjithçka gjithmonë ka shkuar shumë mirë. Çka nëse nuk mikosi duhet komplikime të mundshme doktoresh? Tash refluksi ka njëherë jo veç me s'më mjeku mirë, po refluksi me një gjuhë tjetër, me thonë që mi kuptu ma mirë, është sikur prodhohet urina, zbritet, edhe në momentin kur na shkoj me urinu, shtrydhet pshikëza urinare, urina kthehet pas, edhe në atë moment është si më jam shumë me çekiç me ujë, mi mush një çekiç me ujë dhe mi jam shumë veshkës. Është goditje, është traumë. Do të thotë veshkën e traumatizon pak. S'muj me thonë që edhe nëse është shkolla parë 2-3 si ka bë kur gjë. Pavarësisht, domethënë një dëmtim të vogël ja ka bë. Për fat i kemi 1 milion nefrone, domethënë i ka dëmtu që aty këto 1%, 2%, nëse nuk ka zhvilluar infekcion, edhe gjithçka ka shkuar mirë. Mirë, për që në foton tjetër, në qoftë se nuk e kemi shëruar që duhet, atëherë
Veshka tjetër që ka refluks, ajo ka me zhvillu cikatrikse, ka me zhvillu vrag. Mi pas parasysh sikur në lëkur që ta e djegë dhe të bëhet vraga, paka shumë qashtët. Këtu bëhet një dëmtim të qeliza veshkës, edhe veshka bëhet krejt me ato, nuk është më e lëmushme, po është një veshk me forma jo të rregullta. Për shkak që të në vragëve të cilat e bojnë atë pjesë të veshkës pa funksion. Ku do e ka prek infekcioni, edhe që kjo goditja traumatike e ka bo atë pjesë veshkës pa funksion. Pjesë të tjera punojnë, mi po atër veshka nuk ka mi pas 100% punën e vetë, po ka me pas zvoglune varësisht sa shpesh kanë ndodhë që ato infekcione. Tjetra që deshta mi përmend, refluksi është aktiv edhe pasiv. Do të thotë kemi kthimin e urinës gjatë urinimit, po kemi kthimin e urinimit edhe spontanisht viç ku të prodhohet urina dhe na kthehet. Edhe në çdo raste, gjithmonë në mënyrë që varet edhe suksesi i trajtimit, varet edhe suksesi i operacionit, po varet edhe shumë shpesh sa gjatë ka me zgjat ky refluks. A ka më përmirësu për një vit, që thash, mundet mu maturu, mu pjek fshikëza urinare dhe mu përmirësu për një vit apo jo, varet çush na punon që ka fshikëza urinare. Se refluksi nuk ndodh vetëm për shkak vendosjes jo të mirë, po ndodh kanjëherë edhe për shkak i nervimit jo të mirë të fshikëzës urinare. Nervat e fshikëzës vijnë prej kurrizit. Edhe boshti kurrizor, që i bjen i nervimin, gjithashtu edhe nervat tjerë të cilët janë periferik të pelvikut, e bojnë i nervimin e qesës urinare. Dhe është me të vërtet shumë e ndërlikune që shpunon. Fshikëza urinare ka murin e vetë, cilin na nuk mujmë i kontrollu, është i lëmuar. Mirë po kontrollon nervit që na vjen prej trurit. Edhe bën atë shtrëngimin, shtrydhjen e fshikëzës urinare për me u shpraz. Në pjesën e poshtme kemi dy shtrëngus, me thonë, sfinkter. Njëni është që nuk kontrollohet prej nesh, është që vije prej nervave të kurrizit, i dyti është që kontrollohet prej nesh. Edhe shumë shpesh i shohim fëmijë që shtrëngojnë urinën, nalen, s'dojnë me shku mi bo. Edhe në çato është i dyti sfinkter që na e shtrëngojnë për me e nal. Edhe në qëtë funksion, që të themi, shumë të ndërlikun, që kontrollohet vetë prej nervit trurit, po edhe na që e kontrollojmë edhe e ndalim, që kjo me bomës me punu mirë, atër kemi dështim, si të themi, suksesit, edhe të operimit, po edhe zgjatje të pranis refluksit, mos shërim të refluksit spontanisht. Edhe kjo është diçka që me disiplin të mirë, themi, mund edhe të përmisohet, mund edhe të mirëmbahet. Do të një fëmijë për shembull, në moshë të vogël, 4-5 vjeç, ka një urinim shumë të shpesht. Edhe tash e dim fëmijët nuk kanë durim me shku çdo një orë me urinu. A janë tu lut, janë tu jashtë, telefoni kjo ajo dhe fëmijët pritojnë me shku. Edhe nëse nuk shkojnë, që ajo ju bën që tash ti, që ky sfinkteri që është pa kontrollën tonë me dështu. Edhe mandej kontrolla metet veç te sfinkteri dytë. Se na zgjënohet qesja urinare, ma shumë se sa është vetë, edhe veç fillojnë fëmija me pas shqetësime. Edhe fillon ka pak, njëherë mu lagë, edhe në mësë me mujtë mi majtë urinën, me pas urgjencë qashtë madhe sa që ka njerë edhe së ne kontrollajnë. Ose, në disa rastet, kur kemi tjetër lloj të dëmtimit, themi të boshtit kurrizor, atër qesën urinare fëmija nuk shkojnë me boj edhe frynë qaqë shumë e mbush, edhe thot spini për me urinu, që ndodhe dhe ajo kur kemi dëmtim të boshtit kurrizor, që themi suprasakral quhet, kur është përmbi këtë fshikëzën, përmbi nervat e boshtit kurrizor, atër qatë shumë mushet fshikëza, sa që ajo ka mu lagë vish pse moj nuk dorën urinë. Po dhe kemi çrregullimin që zakonisht përcillet edhe me refluks vezikouretral. Do të kemi disa problematika që duhet tash na mi hulumtu kur na vjen një fëmijë dhe dyshojmë që ka infeksione të përsëritura, ka edhe refluksin që duhet mi hulumtu mi gjetë cili është shkaku i vërtet që na ka boqët refluks vezikouretral të pranishëm. Doktoresh, keni sjellë edhe 3-4 video, e kisha pas dëshirë të prezantojmë. Po. Këto video janë punune këtu në Gjakov, në Spitalin Evropian, është një ultrazon me kontrast.
Edhe me këto është video që na tregon për praninë e refluksit vezikoretral. Te ky fëmijë ka qenë bilateral, ureteri është, kjo veshka pjelloni mbushur, do të thotë është verdha, edhe kjo pjesa tjetër që pëzgjatet është ureteri, që është qyshpishini i lakun, që normalisht nuk duhet me koni i lakun, është shumë i zgjënun edhe i lakun. Ky fëmijë ka pas valvult pas me të uretrës, do të thotë është një anomali që është një kanalin e poshtëm ku zbrazet urina, edhe është një formë perdes e pranishme, dhe kjo ka shkaktu që prej fshikëzës urinare të na zhvillohet edhe refluksi vezikoretral që quhet sekundar, për shkak se fshikëza urinare nuk ka mujt mi majt urinën qaq shumë, me qenë se zbrazja ka qenë e pamundur për shkak që asaj perdes që ka qenë poshtë kanali i urinës, të dalja urinës. Që kjo do të thonë është ky rast. Rasti tjetër që kemi videon tjetër është një fëmijë i cili në shtat zani kanë thonë që ka një veshk më të vogël. Edhe ka mendu që është veç një veshk më vogël. Mirë po lajmërohet për infekcion urinar rastësisht, edhe gjejmë që kjo veshka vogël edhe në bark të nanës ka pas refluksin. Edhe refluksi ka shkaktu ma vonë infekcionin e pranishëm, mirë po e ka dëmtu veshkën qatë shumë sa që ajo nuk u zhvillu më. Qysh ju thash, nëse refluksi është i pranishëm në shkallë shumë të madhe, ai begi shumë e dëmton veshkën, që ato traumat ja bojnë mi hu funksionin, edhe te ky rast e ka bojnë mi hu funksionin plotësisht gati. Ndërsa video tjetër është të vajza e cila ka pas kanal infekcionet përsëritura, kjo vajzë ka qenë 4 vjeç, 5 të të parë dikun, edhe ka pas infekcionet përsëritura urinare. Edhe lajmërohet për kontroll prindi, vrej se ka kanal të dyfisht pjellën duplex, me një veshk 2 kanale të urinës. Edhe e bëj këtë incizimin edhe zbulohet se njënin pol të veshkës kemi refluksin vezikoretral, poli tjetër shumë mirë. Prindi mandej ka shku në Gjermani me punë veta, me punu atje pak ka shumë, duket edhe e ka operu, e ka njek pjesën e veshkës të smut, veshka tjetër ka punu, ka mbet si temi me një gjysmë veshke, po është mirë, tashti edhe gjithçka mirë. Kjo metodë është shumë e mirë për shtatshme, pikërisht për shkak se s'ka rrezatim. Me qenë se e pyetet edhe për diagnozë si mi bo, një për mënyrave për mi diagnostifiku refluksin është edhe me ultrazë, dyshojmë na që kemi, mirë po me kontrast vërtetohet. Ngjajshëm kemi edhe me rentgen, i cili bëhet mbar Kosovën, në radiologji, ku vendoset në për kanalin e urinës katetri, mbushet me kontrast pshikëza urinare, edhe shojmë apena kthehet urina në veshk ose jo. Edhe po ashtu që shojmë në të 2 fazat që ju thash, edhe gjatë urinimit, po edhe gjatë mbushjes do të pshikëzës urinare, jo veç gjatë urinimit. Do të sa për çastësim publikut jo këto ekzaminime ultrasonografike i bënin në mënyrë të rregullt në spitalin e Gjakovës, European Clinic, e cila duhet patjetër duhet me qenë speciale. E sonda me kontrast do të kam veç këto, nuk e kam diku tjetër. E kuptoj. Një spital, quaj spital, institucion shëndetësor i cili është tashmë e etablum shumë mirë edhe në aspektin teknologjik, po edhe me shumë specialitete tjera, cilat besoj që shumica i dim. Doktore, të flasim pak për problemet pak më serioze. Kisha pas dëshirë të flasim për sindromin nefrotike, mandej do të flasim edhe për insufisiencën kronike dhe dializën. Po ti marrim gjërat me radhë, kërkoj nga regjia foto numër 10 njëherë, edhe mandej edhe video numër 2. Sindromi nefrotik është sëmundje shumë e shpeshtë të fëmijëve të vegjël të themi, 2 vjeç, 5 vjeç, lajmërohet më shumëti. Nëse lajmërohet, domethënë deri në moshën 10-12 vjeç, e konsiderohen që është sindrom nefrotik, më shumë të themi që përsëritet, është me frekuencë na përsëritet shpesh, po që është i ndihshëm në kortikosteroide. Do të thotë kemi shërimin e mundshëm, edhe nuk ka rrezik. Nëse kemi mas moshës 12 vjeç, atëherë gjithmonë duhet me konsideru shumë serioze. Se atëherë presim që sindromi nefrotik me pas natyrë pak më të rëndë. Te moshat e vogla, sindromi nefrotik paraqitet që thash më shpesh edhe përsëritet. Është sëmundje që atakon glomerulet.
Glomëruli është pjesë e veshkës ku bëhet filtrimi i gjakut ton, edhe normalisht në glomërul përthithet e tërë sasia proteinave të cilat ne ushqejmë. Normalisht proteinat na mujmë i hub me zorë të trash, po me urinë nuk humbim proteina asnjëherë. Veshkat e përthithin plotësisht tërë sasinë e proteinave që e kemi në gjak. Tek smundja glomëruleve, ato qelizat të cilat janë të vendosura aty, e kanë një farë problemi, ato podocitet e kanë një problem, që krijojnë disa zgavra, themi, si do dritarze, edhe në qato dritare na hub proteina. Edhe ato proteina tash na i detektojmë në urinë, që shumë shpesh njerëzit i njohin si plusa, proteinat si plusa. Nuk duhet mu tut gjithmonë pi plusave, por kur kemi sindrom nefrotik, kemi edhe analizat të tjera të cilat na tregojnë se është i pranishëm kjo smundje. Do të thotë urina ka plusa në urinë, proteine në urinë, ka në gjak e kemi të ullura vlerat e albumineve, proteinet na ulën në gjak, dhe mund të na rritet edhe holesteroli, që shumë shpesh e kemi edhe holesterolin e rritur. Ndërsa, fëmija, simptomatologjia të fëmija është, ndoshta pas një lajmërohet, ndoshta pas ndaj trigger e ka, ndaj ftofje, ndaj barkëqitje, një gjendje gripoze të fëmijët, edhe fillon fëmija të ajet shumë. Domethënë, urinon më pak edhe ajet. Ajetja i përfshin tanë trupin. Te djemtë, sidomos o karakteristikë se edhe skrotumi ajet shumë. Ftyra, syt, të bën vaki dhe mshilën krejt syt qatë shumë që ajet fëmija. Në këto raste, trajtim ka, fatmirësisht, kemi trajtim, edhe me qenë me fat smundja, me pas ndjeshmëri në kortikosteroide, bo trajtimi, jepen barnat, është protokolli të cilin e zbatojmë edhe një në Kosovë protokollin e barë botënor, 6 javë jepen çdo ditë kortikosteroide, 6 javë një ditë po një ditë jo, edhe me këta përfundon trajtimi. Nëse na përsëritet, atëherë po që duhet mi pas parasysh do trajtime ndoshta pak më të gjata, do bëhen disa manovrime me terapi, në rast infekcionit jepen 5 ditë kortikosteroide që mësë mu përketësu situata, ose mësë mu riakutizu sindromi nefrotik, po përsëri ka terapi dhe ka trajtime. Në rastet të cilat sindromi nefrotik do të fillon trajtohet, përsëritet prap, trajtohet, përsëritet prap, trajtohet. Atëherë kemi mundësi me marrit një periudhë më të gatshme me kortikosteroide deri në 6 muaj, në mënyrë që mi pengu çet përsëritjen e madhe. Nëse është i ndishëm në steroide. Po, disa raste të fëmijëve ka njerë në ndodhë që përsëritja qaq shumë, sa që fillon të na lajmëron simptomet e barnave, themi na, lajmërohet kushingu për shkak të përdorimit shumë të madh steroideve. Edhe në ato raste duhet me përdor barna corticoid sparing, i thojmë na, që nuk e kanë kortikosteroidet e që janë imunosupresorët. Fatmirësisht edhe ato kemi mundësi mi dhonë, edhe janë efikas, ka raste që janë shumë efikase edhe fëmija i përdor nështë 2 vite, 3, ka mundësi edhe ma gjatë, po me 2 vite shumë shpesh shkojnë shumë mirë rastet, edhe përsëri konsiderojmë se shërohen me qatë terapi që e marrin. Si problem shumë të Ka raste, si që tharë, që din më nuk përsëri qatë shpesh, edhe atëherë duhet mi bo dhe biopsin, sidomos në qofë se edhe me imunosupresor përsëri për kemi rikthim të smundjes. Atëherë po që duhet me mendu biopsin, ka raste që na gjendet në një formë tjetër, ma rezistente, që është për shembull forma FSGS, që është fokal segmental me sklerotizuz, ku veshka pëson ndryshime pak ma të thella në qelizat e tyne, e atëherë duhen barnat të cilat janë hala ma të rona, themi, jepen me infuzione zakonisht, deri te barnat edhe biologjike që duhet me mendu mi dhonë. Mirë po, barnat biologjike fatmirësisht për janë shumë efikase, këto të rejat kanë dalë vitet e fundit, i kanë shtim protokoll tashti 2 vitet e fundit, edhe është mirë që janë se stopojnë smundjen, si me thonë, pak ma shumë se sa që janë imunosupresorët, edhe pak ma pak efekte ansore me kanë se këto të tjerat. Te moshat ma të mëdha, si që ju thash mas 12 vjeç, të ato raste duhet me mendu mi bo biopsin me një herë, se është rreziku që nuk është formë e thjeshtë. Të ato zakonisht kemi format e tjera të glomerulonefriteve të cilat janë ma të rona, që duhet mu trajtu pak ma efikastemi, në mënyrë ma të urgjente, ma të shpesht me smilor rastin veç me
steroide, se nuk shkojnë mirë veç me steroide. Edhe pyetja tjetër nuk di, tash shfrytëzoj kohën. Po, edhe videon kisha kërku që është kolidhur me sindromin nefrotik në 30 video, po doktoresh mirën ngret këto mosa edhe nga një herë për fat të keq vje puna deri te dializat e fëmijët. Po ata dëshirë të flas arsyet kryesore si përjetojnë fëmijët, familjarët, cila është shpresa dhe në fund të flasim pak edhe për transplantet. Po, dializa të fëmijët është themi terapi zavendësuese quhet, ndryshe terapi zavendësuese e veshkave. Dhe kjo terapi mund të jetë ose dializë peritoneale, që zakonisht është më e përshtatshme te fëmijët e vegjël, dhe hemodializa. Që kur kemi formën kur për shembull është te pamjaftueshmëria akute e veshkave, e përdorim dializën, edhe te pamjaftueshmëria akute përdoret për mi shpëtu jetën, më thonë. Fëmia vjen me një gjendje të cilën veshkat kanë dështu, që mundet më konë çfarëdo arsye qoftë, mundet më konë një diare shumë e rëndë, për shembull me sindrom hemolitik uremik, mundet me qenë një gjendje sepses shoku septik të fëmijët e vegjël, edhe ata vajnohen në trajtim, veshkat dështojnë, trajtohen edhe përmirësohet gjendja, tërhiqet, themi infekcioni, rehabilitohet, furnizimi vendoset ai mbushet, si themi endet e gjakut, qarkullimi i gjakut vendoset, edhe veshkat fillojnë ta rimarrin veten. Edhe disa dializa tërhiqet gjendja dhe fëmia veshkat i rikthehet funksioni. Nëse 3 muaj ditë nuk na rikthehet funksioni, atëherë presim që më në zhvillu forma kronike. Edhe atëherë duhet të vazhdojmë me dializën kronike. Në këto raste, edhe fatmirësisht i kemi në Kosovë, edhe hemodializën, edhe dializa peritoneale është në kujdes intenziv tash, ka bile një familje e bën edhe në shtëpinë e vet një nanë e bën shumë mirë, vajzën e ka për merak të e majt vet me një kujdes shumë të mirë. Të këto raste, themi ndoshta kur duhet mi bo formën kronike, nëse veshkat dështojnë me për shembull me 15 ml në minutë filtrim të ose me themi funksioni vetëm është 15%. Në ato raste nuk arrin veshka mi pastru gjakun, mi largu ato produktet metabolike, mi majt elektrolitet ekuilibrin acido-bazik në vlerë normale, për që ato duhet me fillu dializën edhe ajo në animon mi vazhdu jetën, themi. Dializa bëhet një ditë po, një ditë jo, nuk bëhet për çdo ditë. Është sfidë për prindërit, është sfidë tepër e madhe, edhe ka komplikimet e veta që lajmërohen gjatë vjushmërisë së saj. Duhet më shku në institucion me 4 orë patjetër çdo 2 ditë, që nuk është e thjeshtë. Është vendosja katetrit, ndërsa nëse zgjat shumë duhet më bë fistulla. Tëna këto janë për prindin dhimbje dhe janë sfidë shumë e madhe. Hektar me thonë qysh mu pajtu prindi është ka njerë e pa mundën mu pajtu. Gjithmonë e ma shpresa ka mu bot diçka. Fatmirësisht, te fëmijët e Kosovës shumë pak kanë dializë gjatë. Prindërit japin veshkën e tyne. Kemi shumë prind zemërgjojnë, me thonë, edhe në momentin që i përshtatet veshka, ata fëmijës vetë ja japin. Edhe fëmijët jetojnë me transplant. Kisha dash veç diçka me përmend çdo për transplantin, një risi shumë e mirë, vitin 2025 u bo në Kalifornia në Amerikë. Sidomos për ne që japim veshkën, kjo është shumë e mirë, për kohë shqiptar të thotë. Se është zbulu që nëse veshkën dhuruesi, domethënë nëse unë ja veshkën dikujt, qelizat të mijat i merr pra kush kam i marrë veshkën teme, krijon imunitet, një farë imuniteti të përzimit, thojmë, himerizëm krijon, edhe i krijon qelizat imunitare edhe të mijat. Edhe e merr veshkën teme, jeton pa marrë barna. Do të thotë ka më konë një fëmijë i shnosh. E merr veshkën, po ka më konë i shnosh. E tash, që shëndodh tash, është se e merr veshkën, po kemi marrë një grusht hapa, që nuk është e thjeshtë. Një fëmijë të vogël, ti mi shti me pi tableta 3 herë në ditë,
këtë jetën e vetë është begi e mundimshme. Edhe për fëmin, po edhe për prindin, e dush mi majtë në kontrol, se mundët me s'mi marë, tinegjeri t'i bëjnë 100 rrëdhime s'mi marë ata hapa dhe mandej dështojnë veshka. E zgudzojnë me jetu pa to. Ndërsa me këtë zbulim, është një fatbarësi e madhe se atër e merë transplantin edhe ti je i shnosh. S'ki nevoj më për përdor barnja. është në testim, do të hala, mendohet se ndoshta duhet me marë qeliza am prap, mas një periudhet kohës, 1 vjet, 2 vjet, çështët t'ish plani, po pavarësisht për një parë qeliza stem infuzion që i merr një herë dhe je mirë 1 vjet, është shumë ma lehtë se sa që e bashkë një lajm shumë i mirë për që mundet me pas një shpëtim, të themi, për veshkat. Në brendim e kanë një farë apartmani, një për spitalet e mëdhaja ku buon këto transplante, të na nuk bëhet transplante, gjithmonë fëmijët dërgohen jashtë vendit për transplante. Dhe fatmirësisht atje sigurisht e kanë ku i spjegojnë krejt shka ndodh, qysh ka me viju jeta dhe krejt sa në tjera, dhe prindin një farë mënyrë mi pajt mu kuptur krejt procesin edhe shka, se të na e kemi 3 fëmijë me një dhomë dhe nëse dializë kemi thonë kemi iti, ka me një nonë që ka një infekcion urinar dhe ka mu qment krejt për ka mi hit tuta në palës dhe për qatë infekcion urinar që nuk është hiç si smundja ronë për shembull, për shkak se e njën qatë mohabet që i bohet qatë ka me të ashti fëmijën në dializë është se du të mi shpëtu jetën. Nuk i kemi kushtet e mira, vërtet. Duhet shumë me investu për më rregullu këto kushte që më kriju apartmanet ku ka më bisedu me prindin, ku kemi jap mbështetje, ku kemi jap këshilla, besa dhe nështë edhe ka me kajt, po të kemi jap një kratë të ngratë për një gjetë që atë një jap shpresë që ka shpresë, nuk është pa shpresë në gjithë kjo, po shpresoj me kohën. Shumë faleminderit. Kom par pyetjes personale, një pyetje lidhur me orarin e juaj që mos mesim borxh publikut për Gjakov mas pari po flasim. Kur mujmë ju gjetë në Gjakov? Zakonisht paradite jam, zakonisht paradite jam me martë e premte në European Clinic. Ndërsa në Prishtinë jam çdo ditë. Aty në Elita Plus punoj çdo ditë. E kuptoj. Doktoresh, mesazhi juaj për publikun, nëse keni ndonjë mesazh për fund? Po. Jeta shëndetshme, që kjo është shumë e rëndësishme. Do thotë me ushqim të shëndetshëm, me shumë aktivitete, me pak kryp. Veshkat nuk i dojnë krypën fare. Do thotë që kjo është shumë e rëndësishme. Lajmërohi me kohë edhe për ndonjë ndryshim këtë vogël që kanë pa dikush edhe ju kanë këshillu, merrni mendimin edhe pyetni. Mjekun dush mi pyet, se nuk e dim këtë çka din prindi. Prandaj bëni pyetje shumë. Edhe nëse duket se ki mërzit, mirë është mi bë mjekut shumë pyetje, që mi marë përgjigjet të cilat ty të vyjnë, edhe nështë edhe për një periudhë më të gjatë, po bile për qatë smundjen që keni bëni pyetje shumë. Doktore, shumë faleminderit për kohën, shumë faleminderit për ekspertizën e juaj edhe bashkëbisedimin, po në fund një pyetje personale. Një person i cili e përcjell rregullisht emisionin Med Plus edhe të cilin e vlerësoj shumë, ma ka dhënë një këshill për ato raste kur mundam i shfrytzu këto pyetje të cilat kanë lidhje edhe me familjen ose me familjarët e mysafirit. Doktoresh, te ju ka ndiku me siguri disa vetë gjatë formimit juaj, po unë do të përmendim vetëm 2 ata të cilët unë i kom njoft edhe i kom taku. Bëhet fjalë për fat të keq për 2 persona shumë të vlerësuar dhe të respektuar në Gjakov, të cilët janë për fat të keq tash të ndjerë. Bëhet fjalë për babën e juaj, profesorin Skënder Nushi, të cilën e kemi pas edhe ne profesor në Londën e Kimisë në vitin e parë, një person i cili na ka thjeshtu kimin, i ka hek ato organika që ne si mjek nuk mjektarshëm nuk kemi ide shumë, për arsye se ka vlerësu se
saksisht se çka neve na nevojitet për matutje në çet fazë. Edhe nuk e ka bu dramatike, edhe ne shumica e kemi lënë si provim të fundit se kemi ditë që kemi pas mirë kuptim nëse jemi të përgatitur. Të thotë, ky është i pari, i dytë është vjerri i ujit, të cilin kam pas fatin të takoj. Bosa Fadel Slavileci, i cili me të vërtet është një ndër njerëz më të urtë, më të mirë që kam pas fatin të takoj edhe të bashkëbisedoj. Tash, bashkëshorti juaj është avangard në teknologjinë informative, fatosi, ju i keni edhe 2 vajza. Nëse ju pyesoni çka kishit pas ju dëshirë që t'ju përcjellni vajzave t'juja e të cilat i keni marrë nga babai juaj dhe vjerri juaj, cilat kishin me qenë ato të cilat ju i kishit vlerësuar më shumë? Babën e kom pas shumë punëtor edhe puna u konë diçka që gjithmonë na ka njek. Edhe kemi punu jo veç që na ka shti shumë me mësu, po edhe punë të tjera. Do të thotë, nuk ka torp me bo çfarë do pune, nuk ka torp. Për babën e kom pas sikur motiv se që kjo është punë me punu nuk është marrë kur gjo, gjithçka dush me punu, edhe dush me punu shumë, edhe me nder, mi meritu, me mri diçka. Do të dush me punu shumë. Edhe një farë mënyrë që ta edhe e kom reflektu nështë edhe të fëmijët e mi që po dush me punu shumë. Të dytë më kanë përkra shumë në jetën teme. Baba derisa më konë në shtëpi aty, edhe masi më konë në shtëpi aty, edhe masi më dalë për shtëpisë babës, do të thotë kam pas një përkrahje shumë të madhe për me ecë veç më zhvillu edhe me ecë më zhvillu. Edhe vjerit gjithashtu u konë njëri që shkollën e ka pas shumë në zemër dhe i ka shty gjithë njerëzit për veç me hecë dhe me mri shumë. Më ka ndihmu shumë edhe vjeri, me gjithë vjerën kanë ardhur kur unë jam konë në Londër, i kom lënë vajzat e vogla me fatosin, edhe vjeri me vjerën kanë ardhur kanë nejt me qikat e me fatosin, mi unë një mu për mi pas një krah fatosi për ndihmë, gjithmonë kanë nejt me to. Që të 2 partë më kanë përkra shumë, për shka unë jam mirënjohëse pa fund. Padyshim. Mendoj që veç me punu, për me mri, me punu me nder, është diçka që kisha dashur në familjen time gjithmonë më konë. Edhe kjo është të ndosë, si mas gjitha informatave që kemi. Do të thej shumë faleminderit për kohën, vullnetin edhe ardhen e juaj në emision. Shpresoj që do të takohemi edhe në emisionet tjera. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe u kënaqa me bashkëbisedim. Faleminderit. Miqtë mi, krejtën fund, por si ja, le të mos harrojmë kur se trupi dhe mendja janë shtëpia ku jetojmë. Kështu që duke u kujdesur për trupin dhe mendjen tonë, ne në fakt kujdesemi edhe për shtëpinë tonë. Mbase tingëllon edhe pak si metaforë, por unë besoj se është shumë më shumë se kaq. Ne kaq kishim për sonte bashkë me ju. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.